Një tapet i kuq me yje ndërkombëtar dhe një premierë shumë pritur mbi gigantin e modës Christian Dior. Është fjala për filmin dokumentar Dior and I, i cili është shfaqur mbrëmjen e të hënës në Londër në vëmendjen e jashtëzakonshme të mediave ndërkombëtare. Pritshmëria e lartë për një produkt ekselence jo vetëm në modë, por edhe në kinematografi, e vendosi këtë tapet të kuq në ngjarjen e vitit që nuk duhet humbur. Të ftuar special ikonat e industrisë së modës dhe showbizit në premierën e shumë pritur e midis tyre dhe sipërmarrësi i suksesshëm, firmën e të cilit mban Agon Channel, Francesco Becchetti me bashkëshorten e tij, Armela Becchettin. Becchetti, njëkohësisht presidenti i klubit të futbollit londinez Leyton Orient, ndodhet në Londër për shkak të angazhimeve që e shohin të shtri spektrin e investimeve të tij, nga energjia në sport e tashmë edhe në media, duke shndruar Agon Channel në projekt ndërkombëtar me studio televizive edhe në kryeqytetin britanik. Kjo ndërmarrje ambicioze e ka bërë ato pjesë të ngjarjeve dhe takimeve VIP, siç ishte edhe premiera e filmit dokumentar Dior and I. Mbrëmja e të hënës është komentuar në mediat e njohura kudo në botë për shkak të pjesëmarrjes në premierë të supermodeleve, stilistëve dhe kastit të filmit dokumentar. Prodhimi është realizuar nga regjizori francez Frédéric Cheng dhe rrëfen historinë e krijimit të shtëpisë ikon të modës Christian Dior, një omazh mbi markën që i dha jetë një epoke të re veshjesh.